Kuvendi Komunal i Pejës ka miratuar me shumicë votash masterplanin Borea për ndërtimin e teleferikut. Ky projekt përveç pozitës ka marrë miratimin dhe nga opozita. Prezantimin e projektit e bëri drejtori i urbanizmit Sali Lajçi, i cili theksoi se projekti do të implementohet në 2 faza të punimeve. Ai bëri të ditur se projektimin e ka bërë një ndërmarrje specializuar nga Zvicra. Sipas tij, ky projekt ka kapacitet që brenda ditës të bartë rreth 8000 skiatorë, të cilët përmes ashensorëve do të ngjiten në lartësi mbi 2000 metra. Shefat e grupeve parlamentare u shprehen se ky projekt ka përkrahjen e subjekteve të tyre. Përndryshe si masterplan për ne vetë në përkrahje. Po pikën e dyshimit jemi për projektin si realizim apo si aset komunal për masterplanin. Mirë, nuk po ju bashkangjitem me fjalët e kolegëve, domethënë si grup parlamentar përkrahim këtë projekt madhor. Mendoj se është një projekt shumë i rëndësishëm për komunën e Pejës edhe për krejt shtetin e Kosovës. Kreu komunal i Pejës Gazmend Muhaxheri theksoi se kanë pasur qëllim që realizimin e projektit ta bëjnë përmes ndërmarrjes publike komunale, por siç tha ai, diçka e tillë është shumë e vështirë të bëhet. Po që me ndërmarrje publike komunale kemi të dashur se kemi me kalu këtë procedurë, se kjo procedurat shumë më të vështira dhe për në dhe të lashe e madhe për me realizu. Kështu që kjo më pashpën partneritet publiko-privat. Muhaxheri shtoi se përveç teleferikut dhe restorantit do të ndërtohet edhe rruga për raste emergjente. Vlera e këtij projekti, i cili do të realizohet në 2 faza, kap koston e rreth 53 milionë eurove. Në fund, ky rendititës mori aprovimin me 31 vota për dhe asnjë kundër.